Kryeministri Hristijan Mickoski pret që Maqedonia të vlerësohet pozitivisht në raportin e qershorit për përmbushjen e agjendës reformuese dhe me këtë të përfshihet në grupin e vendeve prioritare për shpërndarjen e fondeve së bashku me kandidatët më të përparuar. Ai theksoi se në një shpërndarje të tillë, vendi ynë mund të marrë edhe 100 milion euro shtesë. Сега имаме нешто над 140 милиони, со овие стотина ќе дојдеме до кај 240, ако ги добиеме под услов. Не ме радува и охрабрува информацијата која што вчера пренесе еден европски медиум, дека се погласни се изјавите од страна на високи европски би рекол политичари кои што ќе овозможат топ-ап, односно додавање на сумата за 3 земји од Западен Балкан 6 групата, кои што се понапредни во делот на испорачување на реформската агенда. Euroambasadori Mihalis Rokas thot se nga ajo që është përmbushur nga agenda reformuese, mund të thuhet se ka rezultate të mira, për të cilat, siç theksoi, do të duhet të prononcohet Komisioni Evropian pas përfundimit të pushimeve verore. Also what matters is that in all including the 51 steps, there has been progress. So I am confident. I have seen an acceleration of reforms, and of course we need to wait and see the final result and the decision of the assessment of the European Commission coming after the summer break. Si pjesë e agjendës reformuese që ka mbetur e papërmbushur është kodi zgjedhor, I cili është bllokuar nga opozita. Rokas thot se teksti I propozuar është I mirë, por nevojitet vullnet I mirë I partive për të tejkaluar mosmarrveshjet. Kryeministri Mickoski nga ana tjetër thot se ai është bllokuar nga opozita, por megjithatë pret që të gjejë një modalitet që do të jetë I pranueshëm. Имаме однесување неодговорно од страна на опозицијата какво што имаме, но ние сме подготвени, јас тоа го кажав и вчера во интервју, да седнеме, да повторно разговараме во делот на гласање на диаспората, како да го подобриме тој процес, да најдеме модалитет да биде во обем многу поголемо, со што би заштедиле пари, нека биде со писма, преку пошта, било како, да најдеме форма како да го интензивираме гласањето на диаспората. The election law, as you know, there is still ongoing discussions with political parties. They need a consensus. The law in itself is a good one. Kryetari I LSDM Zvenko Filipçe në lidhje me agjendën reformuese thot se pushteti nuk mund të lavdërohet me 50 milion euro të marra kur nuk është hapur asnjë kapitull, ndërsa për kodin zgjedhor ai konsideron se është e nevojshme që votuesit e diasporës të votojnë siç votohet në vend. Зошто да има различно гласање за диаспората и за луѓето кои што живеат во диаспора од луѓето кои што тука живеат? Зошто ние тука гласачите да оставаме фингерпринт и така натаму, а некој да гласа електронски или да гласа со писма? Dje Euronews raportoi se Bashkimi Evropian është I gatshëm të rishpërndajë një pjesë të mjeteve të destinuara për reforma në Ballkanin Perëndimor për vendet që konsiderohen udhëheqëse në këtë proces, siç janë Mali I Zi, Shqipëria dhe Maqedonia.